A e dini për çfarë konkuron Shqipëria me Bashkimin Evropian? Vetëm për çmimet. Zyrtarisht në 2025 çmimet në Shqipëri janë më të larta se në Bashkimin Evropian. Mbi 30% çmimet e djathit, të qumshit, të vezës, 25% vaj, produkte tjera ushqimore, ndërkohë që karburanti ka çmimet më të larta në gjithë rajonin, është kokë në kokë me Zvicrën. Çmimet të cilat nuk bien poshtë $2 për litër karburant. Ky është realiteti shqiptar. Pagat afrikane, çmimet europiane. Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet me një kontroll tregjesh, kjo zgjidhet me hapjen e konkurrencës, kjo zgjidhet me bërjen e ekonomisë ekonomi të shumicës, jo ekonomi të pakicës siç është sot, sepse tregjet e kapura i pengojnë çmimet që të bien, tregjet e kapura, mungesa konkurrencës e pengon sot Shqipërinë që të zhvillohet, i pengon sot familjet shqiptare që të ardhurat e tyre që janë 40% e të ardhurat e Evropës të shkojnë pikërisht për këto produkte me çmime më të ulta. Kjo duhet ndryshuar.